ishte një porosi ndaq edhe shtetërore, ndaq edhe njerëzore, s'po dija si ta quaj se ju nuk jeni kurkushi. Ne jemi këtu, ju nuk jeni askushi. Unë jam burgosur me 14 korrik të vitit 1981. Në Prishtinë është ajo koha më shtazarake e sjelljes së njerëzve që unë e kam përjetuar në hetuesi. Dhe serbët nuk më kanë goditur me ato, por shqiptarët më kanë zhveshur dhe më kanë goditur trupit, këmbëve dhe veshëve. Kam pasur gjakderdhje prej veshëve. Ata nuk duhet të falen, sepse kanë bërë vepra kundër njerëzimit. Dhe është një grup tjetër që thotë hajde duhet të falen. Unë s'merrem me ta. Gati gjithherë heshtjen e të gjithë politikanëve të asaj kohe dhe hezëve shqiptarë të asaj kohe dhe të një pjesë bukur të mirë të intelektualëve të asaj kohe. Fadil Hoxha na ka quajtur plehu i Kosovës. O i loke, apo rritha, unë është pak edhe po të fotografojmë. Tha, jo i loke, unë nuk jam unë për fotografi. O, tha, po më thëtë, shiko, i loke, të fotografojmë dhe ta qesim fotografinë tënde krahas titës, krahas fotografisë së titës. Tha, jo i loke, se ja u fliqë jo në titën. Slobodan Miloševići ka thirrë në mbrëmje në telefon. Ai ka qenë pa funksion. Veton Soroi është njëri që ka ditur intelektual. Kur është dashur të thotë Kosova ka të drejtë tjetër republikë, është dashur ta mbrojë, se ka thënë. E ka mohuar. Në luftë i ka ndodhur po ashtu. Ka thënë në rastin e parë që të mvi, do ta marr. Si ka ardhur kur rasti? Kosova është çliruar. I ka ikur rasti, ka ikur historia. Ka qenë një periudhë ndoshta periudha më e keqe, më e poshtë e jetës sime, as kemi qenë të vrarë, as të gjallë. Unë jam futur në luftë në maj të 1998-s. Januz Januzaj, i lindur me 1 janar 1958 në fshatin Lubozh, komuna e Istogut. Kam lindur në një familje fshatare, parafërsisht si të gjitha familjet e tjera e varfër, por familje e vogël, me 2 prindër, me 1 vëlla dhe 3 motra. Aty dhe jem rritur, shkollën fillore kam kryer në fshatin Vrell, në shkollën Hysni Zajmi, ndërsa gjimnazin në Istog. Fakultetin e drejtësisë në Prishtinë. Prishja e atij pushtetit diktatorial të Jugosllavisë së Titës, ose thënë më sakt, fillimi i prishjes ka ndodhur kur ai është prishur me vetë Titoja dhe udhëheqja e Jugosllavisë janë prishur me Rankovićin. Rankovići ka qenë një ministër i brendshëm, një serb, i cili e ka përndjekur popullin shqiptar pas luftës së dytë botërore, është quajtur çlirimi i Kosovës, por në fakt nuk ka qenë çlirim, dhe prishja me të në vitin 1966 ka ndihmuar që shqiptarët ta fitojnë një liri, ose do t'i kisha thënë, te shqiptarët ka filluar një ringjallje. Dhe në atë kohë ka filluar shumë edhe përhapja e shkollimit. Është merit e vllait tim, Idrizit, që është kujdesur për shkollimin tim, jo vetëm fillor, por edhe të mesëm edhe në fakultet. Dhe shkollimi e ka bërë atë që unë dhe të tjerët ta dim se në çfarë pozite jemi, s'pari kush jemi ne ta njohim, veten, kombin ton, dhe çfarë pozite kemi në atë shtet të quajtur socialist. Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë. Dhe po e them një gjë që më njëherë të prek, edhe pse kom qenë në gjimnaz i ri, në libër, lexoja në një libër atje thot pakica shqiptare në Jugosllavi. Dhe domosdo
njëri fillon me njëherë të mendoj se çka është pse pakicë shqiptarët. Kur ne ishim në tokën tonë, në të drejtën tonë, pse ne të quhemi pakicë. Këtu ka filluar një gjë që unë nuk kam mundur t'i jap shpjegim atëherë, por vjen ajo që një ditë kuptohet. Dhe kjo është pasoja e një shkollimi të mirëfillt që ka qenë atëherë dhe disa të drejtave që edhe populli shqiptar në Kosovë dhe Kosova i ka fituar. Nuk i ka fituar lehtë, por i ka fituar dhe kur jam regjistruar në fakultet, atëherë i dëgjon edhe profesorët, takuash me është rasti të takuash edhe me të rinj të tjerë të pjesëve të tjera të Kosovës dhe ta njohësh vendin tënd. Si është ajo? Ndikim tjetër ka pasur edhe televizioni, shqiptar, atëherë në pjesën tonë, në Istog atje, edhe në Pej, edhe në Dishan, besoj edhe në Gjakovë, në Prizren, po se po, në rrafshën e Dukagjinit, televizioni shqiptar është shikuar me vështirësi, por gjenim antena mënyra të ndryshme që ta përcjellin. Dhe po ashtu një e arritur e Kosovës, sado që nuk ka pasur mundësi që në televizionin e Prishtinës, kur është hapur, televizioni i Prishtinës për herë të parë është hapur në 1975. Dhe aty si i ri më ka interesuar se si do të funksionojë, si shkon televizionin. Këtu kanë qenë televizion, në Kosovë është përcjell televizioni i Beogradit, dikush ka arritur ta përcjellë edhe televizionin e Shkupit. Dhe ditën e parë, edhe ajo më ka mbetur të kthehem, ta vazhdoj këtë pyetjen tënde, se si lind diçka që të kapësh për atë dheun tënd për të drejtat tua. Në ditën e parë, kur është lëshuar televizioni i Prishtinës, 2 orë ka qenë programi atëherë, nuk e harroj atë, prej orës 18 deri në orën 20, ka qenë emisioni i parë 30 minutësh ose 40 minutësh, nuk e di, me këngë të lehta atëherë, ju kanë thënë. S'kan qenë as pop as rock, po këngë të lehta dhe nuk e harroj kurrë, nuk e kam njohur, por nuk e harroj kurrë këngën e Jusuf Gërvallës në atë emision. Është emisioni i parë dhe përveç disa këngëve të tjera ka qenë një këngë e Jusuf Gërvallës. Mund të ketë qenë edhe një këngë tjetër, 2 të tij, por nuk jam i sigurt. Ka kaluar një kohë gjatë. Dhe hiç shumë larg, sikur gjimnazistun, vjen një ditë, një muaj, 2-3, nuk mund ta di sakt se përcillej atë televizioni i Prishtinës ato 2 orë vazhdimisht se çka po qet, çka ka, çfarë emisionesh në lajme ditari është quajtur atëherë lajmet, është lexuar një letër, as këtë se harroj, prej Fahredin Gungës, nuk e harroj kur, është lexuar një letër e gjatë e tij, një si një farë lloj dënimi intelektual për Adem Demaçin. Ishte dënuar atëherë, unë nuk e kam ditur kush është Ademi i ri, as nuk e kam ditur për çka, por më ka mbetur si mbresë e jashtëzakonshme ajo. Dhe mandej jam interesuar, në gjimnaz nuk kam ditur ta di se kush është ai. Vllai më ka thënë, mos u intereso se është diçka kundër shtetit, por ruaju. E kam kuptuar në fakultet mandej. Në biseda me shok, atëherë kemi kuptuar se kush është Adem Demaçi. Dhe po ashtu përsëri është mund të duket si përsëritje kjo, por arsimi megjithatë është pothuajse shtylla kryesore e një kombi. Profesorët në fakultetet të drejtësisë kanë pasur një guxim që të na tregojnë nga pak edhe për pozitën e krahinës socialiste autonome të Kosovës, për pozitën e saj, që shtohen për statusin
çfarë statusi ka pasur në federata ajo. Dhe na kanë shpjeguar bukur mirë që është në kuadër të Serbisë, është brenda Serbisë, por është pjesë, kështu ka shkruar edhe në kushtetutën e shtetit Jugosllavisë, është pjesë përbërëse e Federatës Jugoslave. Dhe thoshin që në kushtetutën e Serbisë, në dy nene ka kundërthënie shumë, sepse profesorët e dinin që megjithatë Kosova do duhet jetë e barabartë tërësisht. Edhe pse kishte një përfaqësi në disa organe pothuajse të njëjtë si republikat të tjera, megjithatë dika tjetër kishte pengesa dhe ishte kontrolluar prej Serbisë. Ajo është periudha e jeta në fakultet, domethënë mësimi në fakultet dhe jeta nëpër konvikte me shumë student, me shumë pjesë, me student që vinë nga pjesë të ndryshme, besa edhe jo veç prej Kosovë, ka pasur student edhe prej Maqedonisë shqiptare dhe prej Malit të Zi, të bën që t'jesh gjithmonë një kritik dhe e fiton një shpirt revolucionar, kryengritës për atë dheun tënd, për popullin tënd. Mandej periudha e tillë ka qenë ngritje e jashtëzakonshme jo në kuptimin jo vetëm tek unë, por kjo është përhapur te studentët, sidomos vedia kombëtare dhe vedia për pozitën e shqiptarëve dhe të Kosovës në Jugosllavi është përhapur edhe përmes grupeve të ndryshme të fshehta dhe përmes letërsisë që ka hyrë, letërsi e fshehur. Ndikim ka pasur po ashtu edhe ardhja e disa profesorëve të Tiranës kanë dhënë mësim në fakultetet të ndryshme të Prishtinës atëherë. Një vedi e tillë, një lidhje e tillë me atë pjesën kryesore të kombit të bën që të fillosh të mendosh thellë dhe të fillosh të mendosh për të drejtat tua se ku janë dhe ku duhet të jenë. Ka pasur edhe organizime të tjera, sidomos kanë ndikuar disa kushte të këqija, jo vetëm konvikte, por edhe në mes studentëve dhe ka pasur organizime edhe para demonstratave një 2-3 herë organizime të grupeve të ndryshme me nga 200-300 studentë në salla aty. Dhe në vitin 1980 dhe në fillim të vitit 1981. Dhe aty është vërejtur që ekziston një frym për një lloj demonstrimi kundër kësaj gjendje. Ishte një gjendje, sidomos kush e mban mend atë periudhë të ushqimit, në konvikte kishte ujë të ftohtë vazhdimisht, por ujë të nxehtë gati s'ka pasur asnjëherë ku kemi banuar ne, ndërsa mensa e studentëve ishte vendi ku pritej, sidomos në darkë, rreth 1 orë deri 1 orë 30 minuta, ishte e pakuptimta ajo krejt. Dhe kjo në ato tubimet mund t'ju them edhe një farë shprehje e protestës ku mbashin brenda në sallë 200-300 vreje që ekziston një frym që mund të shpërthejë, por sa nuk është ditur ajo. Dhe në një natë ashtu të zakonshme kemi shkuar ne shokët, 4 shokë të dhomës 312. Ishim unë, Kadir Kryzeu, Ramadan Gashi dhe Bedri Deleu. Shkuam të 2 shokë tjerë, i kishim dhomë, ata ishin 310, Gani Koci dhe Murat Musleu. Hajtë po shkojmë po pijmë çaj dhe po bisedojmë, që ishte diçka e vështirë ajo pritje ashtu. Edhe e hap biseden na paraprin Gani Koci, thotë, nuk bën ne më të durojmë një pritje të tillë për ushqim, për një darkë të tillë, është e pakuptim. Edhe merrem vesh gjatë bisedës e shtjellojmë gjatë për kur. Dita e mërkur ishte kur pritja ishte më e gjatë, sepse pothuajse
100% të gjithë studentët ishin në për konvikte dhe në fakultete, edhe pritja ishte gjatë dhe thamë që sot është të hënë, të martën, i njoftojmë shokët më të sigurt. Nuk e bëjmë shumë të madhe, mos po hetohet dhe dikush në ndërpret ose ndodhë diçka e papritur, edhe i njoftojmë, ne që jemi 6, i njoftojmë ne edhe të mërkurën në ora 19 shkojmë në menzë dhe kërkojmë sqarim dhe do të protestojmë aty në menzë. Pa ditur se sa do të na përkrajnë studentë, si do të ndodhë ajo, se nuk kishim parë ndonjëherë një demonstrata. Ishim rritur relativisht në një qetësi shoqërore që kemi mundur të shohim demonstrata në jashtë në televizion, por jo edhe kështu si bën ato. Dhe në atë dhomë ka qenë edhe një student, kishte pasardhur atë natë të Ganeu, shok i tyre Selim Geci, dhe ne të martën një njoftojmë disa shok të sigurt. Dhe të mërkurën shkojmë aty, në ora 19, fillimisht mundohen të na qetësojnë ata, udhëhecit e menzës. Urdhëroni shkonin në sallë, tash vim ne, kemi dalë në film, jemi kthyer prej menzës, rendet ishin duke pritur, por kemi shkuar te salla, por dera e mbyll. Dhe mënyrë ka filluar ai mlefi ynë të shfaqet, bile dikush e ka thyrë edhe një gjëm, diçka ka bërë, jemi kthyer aty dhe e kemi prishur rendin. Mënyrë qysh kom qenë i pari, kom hyrë në rendi që presin për bukë, kom hyrë ashtu, më kanë shtyrë, mandej këta shokët, edhe është prishur rendi, më një herë, sikur e porositur kanë reaguar të gjithë. Dhe ka filluar mandej një rrëzim i tavolinave kurshin, hudhja e pjatave, e gjellës, edhe sikur të ishin të porositur të gjithë një zëri, e kanë ndërprerat rend, kanë dalë jashtë dhe kanë filluar, me njerë janë bërë 200-300 dhe kanë filluar për qytet. Mua më kanë dukur paka 200-300 dhe kanë dëgjuar tash studentët e tjerë në për konvikte, si shka po ndodhë, dhe kanë filluar të vinë tash. Kur jemi bërë një numër i madh, kemi filluar ne tash grupi i dytë, ai veç kishte kaluar grupi i parë në për qytet, ne jemi nisur dhe besoj që kanë qenë pa ndonjë zmadhim 2-3 studentë. Ka qenë një rend i gjatë i studentëve. Edhe kemi kaluar të poshtë rrugës, ka fakulteti i drejtësisë, ka tash kur është kuvendi i Kosovës, jemi kthyer, ka ndërtesa, ka qenë atëherë Lidhja e Komunistëve të Kosovës, një parti atëherë ka ekzistuar, ka dalë dikush aty Azem Vllasin, ka provuar që të na qetësoj janë ndërprerje s'është kjo. Kemi kaluar ka semaforat, jemi ngjitur ka fakulteti filozofik, atëherë kanë qenë veç një palë semafor, edhe jemi kthyer tek udhëkryqi i mensës. Edhe aty ka zgjatur demonstrata, dykun me siguri jemi bërë sa kanë qenë rreth 4.000 studentë më shumë, ka zgjatur deri pas mesnatë. Kanë ardhur profesor, kanë provuar të na shpërndajnë, kanë provuar edhe me metoda që hajt një delegacion le të bisedoj. Parullat që janë mbëroritur, më kujtohet, kanë qenë duam kushte më të mira, pse ne jetojmë kështu. Mund të them prej gjitha parullave, në demonstratat para, ngjyrë politike ka pasur veç ajo unitet. Është mbëroritur një parull, unitet, edhe her pas herë, jo shumë, lironi shokët. Lironi shokët ishin për ndonjë burgosësh shqiptar përpara se atë natë ende s'na kishin marrë, as kësë kishin marrë. Përndryshe ka qenë një mbërëritje për kushte më të mira, për jetesë që jemi duke bërë që nuk është në rregull, edhe për ndryshim të atij kursi që e kishin atëherë udhëhecësit, edhe të qendrës studentore, edhe në përgjithësi goditej edhe udhëhecësit në krahin të atëhershme.
Demonstratat e 11 marsit janë shpërndar, ka ardhur pa prit mas një njësie policisë dhe ka gjujtur me pushk në ajër. Kanë gjujtur shumë edhe jemi shpërndar, jemi kthyer në konvikte. Një grup i studentëve kanë ndenjur deri vonë me këngë, kanë ndezur një zjarr aty brenda, jo, në mes të konvikteve ka qenë ajo. Të nesërmen është dukur sikur jeta është normale, por banorët që kanë pasur banesa aty në ato ndërtesa e dinë si ka shkuar ajo. Ka qenë një reagim, edhe atë nuk e harroj, në gazetën Rilindja, ka qenë në gazetë ditore atëherë, një dikun shumë shkurtër, ka qenë një reagim si gjysmak. Edhe i ka kritikuar një grup i studentëve, ka prishur rendi dhe qetësinë publike, edhe tash gjendja është në rregull. Veç si lajm ka qenë kështu. Dhe ne kemi filluar të ruhemi, se kemi ditur që ja fillojnë tash hetimet se kush qëndron pas kësaj. Dhe në mbrëmjen e 25 marsit, kanë provuar ta marrin Ali Laqin. Ali Laqi ka pasur një fjalim të shkurtër para demonstruesve, para studentëve, dhe është vërejtur. Është dalluar shumë, sepse ju ka drejtuar studentëve çka është ky gjak rinor, ky vërmak, jep një vërmak. Dhe ka pasur mjekrën. Ka qenë shumë lehtë të dihet se kush është ai. Por studentët nuk e kanë lejuar, kanë ardhur ta marrin atë. Ka qenë provokim apo s'ka qenë, nuk e di, por u hap lajmi se kanë dashur ta marrin punëtorët e sigurimit të shtetit Ali Laqin. Dhe sa ka pas filluar terri. Ishin pas tubuar mandej në një dhomë aty, në konviktin numër 3. Ne kemi banuar 312, ata kanë qenë një kat më lartë, në dhomën me sa dion 401. Edhe i kanë organizuar Ali Laqi, Bajram Kusumi dhe të tjerët, Syl Munja, Rizad Demaj, Hamdi Hajdini, kanë organizuar demonstratat për të 26-in. Aty janë organizuar edhe me parullat, çfarë do të jenë, janë shkruar parullat, dhe të nesërmen është mbajtur një demonstratë e jashtëzakonshme. Kanë thirrur një herë, kanë qenë të ftuar edhe pushtetarët, edhe rektori atëhershëm i Universitetit Gazvendzaimi, edhe një farë kryetarja e rinisë, nëse nuk gaboj Sania Hyseni, mos ja përzi emrin. Dhe kanë ardhur aty, ka qenë i ftuar Mahmud Bakalli, nuk ka ardhur Azem Vllasi. Kanë biseduar dhe më kujtuan fjalët e rektorit Gazvendzaimi, sepse njëra para se të dalin parullat, se i kishin të gatshme parullat të shkruara, njëri ka kërkuar që të mos na përndjekin më organet e shtetit për demonstratat e 11 marsit. Gazvendzaimi nuk e harroi kurrë. E kam pasur edhe profesor në vit 4. Tha, unë nuk mund të garantoj për vete, jo për juve. Ka qenë realist dhe ka ditur që është problem kundër shtetit. Kur është thënë kjo, mandej pothuajse ka përfunduar ai bisedë, ka zgjatur gati 2 orë, është munduar Azem Vllasi me forma time. Studentët kanë marrë rrugën për në qytet. Tek udhëkryqi i Mencës ka qenë një kordon i madh i policisë. Dhe nuk kanë lejuar, atëherë është quajtur milicia e shtetit. Nuk kanë lejuar që demonstruet kanë hudhur gaz lotësjellës, kanë gjujtur me lloj-lloj armësh në ajër që t'i kthejnë studentët, sepse thoshin që pas dreke do të vi, atë ditë ka pasur mes ditë apo pas dreke të vi një farë stafete, thuaj atëherë
stafeta e Titës. Tito ishte i vdekur, por ai e bartin atë stafetë si lloj kulture e pështirë, ma merr mendje, fort e pakuptimt. Dhe demonstratat kur i kanë kthyer, ka pasur të plagosur aty sepse i kanë kapur ato bombat që i gjunin, ato pëlcitnin me një vonesë. Ishin bomba me gaz lotësjellës. Dhe dikush e kapte që t'ja u kthej milicisë, atë ka ndodhur disave ju ka shpërthyer në dorë dhe i kanë humbur gishtat. Demonstratat kanë zgjatur tërë ditën dhe deri pas mesdite dikon, deri ka ora 16-17 dhe ne nuk e kemi ditur si është ajo, por ka ndërhyrë mandej një numër shumë i madh i milicisë, nuk kemi ditur se kush janë ata, po kanë ardhur krejt të maskuar me ato kundër titymit, me maska të gjithë kanë qenë, dhe i kanë shpërndar studentët, na kanë shpërndar të gjithëve, një pjesë, shumica studentëve janë futur në konviktin 4 atëherë. Atëherë kanë qenë 4 konvikte, konvikti 5 nuk ka qenë funksional. Një pjesë shumë e vogël ka hyrë në konvikt 3, ku kanë banorën, një pjesë po ashtu edhe më e vogël, veç jemi kthyer, kemi pasur afër konviktin 2. Konvikti 2 ka qenë i vajzave dhe e kom pasur rastin me 5-6 studente, ja kanë qenë 10-15 krejt, në krejt konvikt, edhe me 2-3 studentë ta shohim, këtë nuk e ka përfol gati deri me sot pak kush, s'dija, ka thënë, e barbarinë më të madhe që e kom parë. E kom parë sikur tisha unë aty, sepse kom qenë në një dhomë përballë konviktit 2, ka qenë përballë konviktit 4. Dhe ka qenë barbari e njerëzve barbarë, ata s'ishin milicë, se nuk e dinim çka janë ata, pa ata më vonë kemi kuptuar se ka qenë njësia speciale e Jugosllavisë. Gjunin i kishin pushkët, gjunin me ato tromblona gaz lotësjellës në secilën dritare të konviktit, e thente dhe hynte në dhomë dhe ai tymi i detyrante studentë që dalin jashtë. Dhe ka dilnin, këta përdornin në atë korridorin që e kishin bërë këta, në mes kalonin student, ata secilin e godisnin dhe e qitnin për tokë. Me shufra, me shqelma, me kundakt pushkë, me gjithçka. Dhe shumë mirë e kom përsjellë. Secilën dhomë e kanë thyrë, secilin gjam të secilës dhomë. E kanë thyrë gjamin, nëse kanë dyshuar në diçka, kanë shkuar kanë thyrë edhe derën. Dhe aty është bërë ajo thyrje që në këtë shtet të quajtur Jugosllavi nuk je i barabartë, përfundimisht. Ishte një porosi ndaq edhe shtetërore, ndaq edhe njerëzore, s'po dija si ta quaj se ju nuk jeni kurkushi. Ne jemi këtu, ju nuk jeni askushi. Unë personalisht e kom humbur mandej edhe interesin fort edhe për fakultet. Është mbyll një herë fakulteti, sepse do duhet mandej të tregohet se s'bën të kalohet kjo. Me 26 mars kishin ndihmuar shumë krejt banorët e Prishtinës që kanë qenë aty rreth konvikteve. I kanë dërguar fëmijët, ju kanë dhënë fëmijëve bukë, ujë, gjithçka çojnë studentëve. Kjo s'bën të harrohet kurrë. Mandej është munduar një farë qetësimi, po nuk ka funksionuar ajo më prej pushtetit dhe me 1 prill kanë ndodhur demonstratat më të mëdha ndonjëherë që janë bërë në Kosovën e atëhershme. Kanë ardhur punëtorë të organizuar, atëherë është quajtur elektroekonomia, pas luftës është keku.
punëtorët që kanë punuar në korporatën energjetike të Kosovës kanë ardhur me ato helmetat, edhe të organizuar shumë mirë, pothuajse ju kishin bashkangjitur edhe qytetarë, edhe mandej në anën tjetër kanë ndërhyrë jo vetëm studentë PSPO, por janë bashkangjitur edhe shkollat e mesme, edhe shumë qytetarë. Dhe nuk kanë mundur të ndalen, kanë ardhur ka fakulteti filozofik, ka menca të poshtë dhe kanë shkuar, janë vendosur në sheshin, sot kur Skënderbeu deri te Zahir Pajaziti. Ka qenë ajo rrugë, ka qenë ai shesh i plot. Ma mërmende që kanë qenë më shumë se sa 10.000, 15.000 shpirtra. Me 1 prill është kjo. Edhe është mbajtur ai demonstrat disa orë. Me 2 prill kemi qenë shumë pak student, kanë provuar që qytetarët të vinë prej pjesëve tjera, jo vetëm për Prishtinë, po prej lagjeve të Prishtinës, dhe me 2 prill nuk kanë lejuar. Me 2 prill, unë jam dëshmitari i asaj kohe, që s'kan lejuar sepse është vendosur milicia atëhershme në të gjitha rrugët, dhe kanë ndërhyrë ushtria. Kanë fluturuar, unë i kam parë aeroplanët bombardues për mbi Prishtinë, shumë multë kanë qenë. Kanë hyrë tankët, i kam parë tankët, kanë ardhur në rrugë Prishtinës, edhe me 3 prill kush ka qenë konvikte na kanë hequr. Kemi shkuar në kamp deri në Fushë Kosovë, s'ka pasur më as autobus, as asgjë. Unë kam menduar të kthehem, ka qenë ndjenja se bindja se duhet të kthehem shtëpi në kamp, se është bllokuar e tërë Kosova. Në çdo 100 metra kanë qenë vendosur grupet e milicëve, dhe të kanë dalë, të kanë poshtruar. Ka zgjatur një kohë dhe pas atyre 2 javë, 3, janë liruar fakultetet, konviktet, por mos pothuajse nuk ka pasur ndonjë interesim, as për provim, as për... është kaluar ai vet ashtu. Dhe unë kam jetuar as në liri, as në burg, derisa kanë ardhur dhe më kanë marrë, ka dalë dikon, e kanë gjetur dikon numrin, është punë e hetuesisë ajo, numrin e dhomës, dhe kanë ardhur na kanë marrë neve 312. Veç që kanë shikuar kush ka banuar në dhomën 312. Organizatorët e demonstratave 26 marsit veç i kishin marrë përpara. Unë jam burgosur me 14 korrik të vitit 1981. Kjo ka qenë ajo që e quajnë shpirti revolucionar i studentëve, shpirti që nuk pajtohet me marrëveshjet të dëmshme, që nuk pajtohet me pushtet kundër popullit vet, që nuk pajtohet me pushtetin e huaj. Mua ka ardhur një punëtor i shërbimit të sigurimit, është kjo shpreha e përgjithshme, është ruajtur gati, sepse është quajtur përpara serbisht UDBA, një punëtor i sigurimit atëhershëm shtetëror, kryeshefi i milicisë së Istokut, dhe 2 milicë tjerë kanë ndenur të hyrja. Ata 2 kanë ardhur në shtëpi, më kanë marrë dhe më kanë dërguar në Istok shkurtimisht, dhe prej Istokut në Pej, aty më kanë marrë sa për sy faqen, janë një orë në pyetje, dhe mandej më kanë sjellë në Prishtinë. Në Prishtinë është ajo koha më shtazarake e sjelljes së njerëzve që unë e kam përjetuar në hetuesi. Në burgun hetues kanë qenë rojet shumica pothuajse dërmuese shqiptar, dhe ata e dinë se çka na kanë bërë ata. Na thënin, ata na çonin për atë derën që ishte hekur, na kalonin prej burgut, ishte dera e hekur, të hapej prej tyre dhe na dërgonin në zyrat e sigurimit të shtetit. Dhe aty është ushtruar dhuna më shtazarake që mundet një njeri t'ja bëj njeriut.
Dhe ky ishte një farë lloj çnjerëzimi, është e rëndë thuhet, po për një mend ka qenë një lloj sjellje çnjerëzore tyre. Ishte një shërbim ndaj një pushteti që e kishte nënshtruar Kosovën, jo me një vit, po kishte 100 vjet pothuajse e kishte nënshtruar Serbia dhe Jugoslavia, dhe përmes këtyre shërbëtorëve tash e bënte edhe atë dhunë për ta normale. Përmes shërbëtorëve shqiptarë. Ata që mua më kanë dhunuar në mënyrën mashtazarake ashtu, kanë qenë shqiptarë, dhe për më keq ulur në atë dhomë ku i lënë mbështetur ato shufrat si të bejsbollit, ulur rrenin serbët. Dhe serbët nuk më kanë goditur më ato, por shqiptarët. Më kanë zhveshur dhe më kanë goditur trupit, këmbëve dhe veshëve. Kom pasur gjakderdhje prej veshëve. Kom menduar një kohë, gjakderdhje të brendshme, se kom menduar një kohë që ndoshta me njërin vesh nuk do të dëgjoj më, se ka zgjatur edhe. Kur më kanë kthyer në dhomë të paraburgimit aty në Prishtinë, të nesërmen, kom qenë shumë keq dhe kom kërkuar a ka dikush farë mjeku, më kanë dërguar te mjeku. Këta rojet ishin korrekte, kanë qenë shqiptarë, vunin edhe ata, por e krynin detyrën e tyre. Dhe ka qelluar një mjek shqiptar, nuk e di kush ka qenë ai. Ai mi ka shkruar një 3 lloje të hapave. E ka parë që jam keq, edhe që gjendja të shkoj ndoshta edhe më keq është aty do të burgosën në dhomë që i kisha, e bënd madhe, unë isha i ri, kisha përvoj të tillë me burë që tha mos i pi. As mos i qitë në vesht, as mos t'i kanë qitur me qëllim. Edhe merreni me mend, i kom lënë ata. Ndoshta kanë qenë rregull hapat, nuk dyshoj, tash sot nuk dyshoj, por atëherë kom dyshuar. Unë kom qenë atëherë 23 vjeçar. Dhe shikoj, atë sjelljen e tyre të poshtër e lam, ta them me emër unë i di kush. Njërin, s'paku një e di me emër mbi emër, Aslan Slamniku dhe një farë Bafteu, nuk e di. Mbi emrin e njohin do shokët mi kush ka qenë ai. Thoshin se më duket ka una e Preshevës apo se di, mund të jetë bëhenas. Ata e kishin atë qëllimi i tyre ka qenë me gjatë se kanë pasur edhe urdhër. Ata kanë qenë shërbëtorë të pushtetit Jugoslavës, së Serbës, si të doni jo. Kush qëndron pas teje, aty nuk ja u ka kapur që në këtë rast unë, shokët e mi që i kishim organizuar demonstratat e 11 marsit, edhe ata 26 marsit, kemi mundur ne t'i organizojmë vetë. Kush qëndron pas jush. Nuk po e kuptoj se s'ka nevojë dikush të qëndrojë. Ne jemi ngritur me 11 mars për kushte dhe për gjendje jo të mirë. Nuk në fundit edhe parullat që janë bërritur me 26 i kanë bërritur studentët dhe ne e kemi bërë atë në formë publike, nuk s'ka qenë asgjë e fshehur ajo. Dhe unë kam marrë pjesë në demonstrata, kaq. Ata nuk i kanë besuar kësaj, sepse kanë pasur këtë anën të mendojnë me konspiracion, si që thuhet se mos qëndron dikush se këta të rinjt ku kanë ditur këta për gjërat e tilla. Ta them një gjë që është biseduar prej 2 anëve. Është një anë që thonë njëra anë është ka edhe shok të mi edhe në përgjithësi njerëz që thonë ata nuk duhet të falen se kanë qenë gjelat. Tash unë po flas shlirës, po duhet është të preki as ty as kë që
ata që shumë kanë sjellë mua është njeriu normal, ashtu ndaj njeriut nuk sillet. Me gjitha ato goditje. Sa më kanë rënë të fikë, më kanë gjujtur ujë, më ndet të kthjellën me çka po di unë. Por, po them këtë qëndrimin e njerit grup, ata nuk duhet të falen, sepse kanë bërë vepra kundër njerëzimit, po them. Dhe është një grup tjetër që thotë hajde duhet të falen, unë s'merrem me ta, tash po duhet të them qëndrimin tim. As nuk më intereson t'i fali, as të mos i fali. Unë i marr ata si të shkuar. Nuk merrem me ta, po duhet të jemi qartë. Historia ata i ka zhdukur. E drejta jonë ata i ka zhdukur. Ata kanë qenë shërbëtor të një pushteti të huaj, shtazarak, edhe aq e kanë bërë me besnikëri të plot. Më prekës është që këtë nuk mund ta kaloj, edhe pse përpiqem me vite të tëra, në tash prej 1981-shit, dhe bashkë prej aty, deri me sot nuk mund ta kaloj qëndrimin, herë edhe paraqitjen, gati gjithherë heshtjen e të gjithë politikanëve të asaj kohe dhe hezëve shqiptarë të asaj kohe, dhe të një pjesë bukur të mirë të intelektualëve të asaj kohe. Ta sqaroj pak këtë. Ata kanë reaguar pushteti pas demonstratave, pushteti. Po kthejmë të funksionarët shqiptarë. Funksionarët shqiptarë kanë pasur një lloj pushteti. Unë e di që se kanë pasur pushtetin e plotë, çka duan të bëjnë ata në Kosovë. Por kjo të mbetet në historisë. Ti nuk ke reaguar që ta mbrosh rinin tënde, pjesën më revolucionare të kombit, as gjimnazistët të shkollave, as studentët, as edhe pjesën më të mirë tjetër të punëtorëve, klasën punëtore, dhe ka qenë edhe një pjesë e popullit përkrahas atyre demonstratave. Ti si ke mbrojtur ata, por e ke mbrojtur pozitën tënde, pushtetin tënd, ke pasur një lloj pushteti. Tash ata kanë reaguar kundër demonstratave. Secili shqiptar që ka pasur funksion në federat dhe në organet e Kosovës ka reaguar kundër dhe ka reaguar shumë keq. Këta na kanë quajtur gjithçka. Janë armiq, Fadil Hoxha na ka quajtur plehu i Kosovës. Mos ju hy të gjitha shprehjeve prej shovenist, irredentist, kundër pushtetit popullor, kundër klasës punëtore, kundër kombeve dhe komsive, asnjë parull. Le ta gjej dikush një parull që ka qenë kundër serbëve atëherë, ose kundër një kombi tjetër, kroatëve, slovenëve, demonstratët kanë qenë për të drejtat tona, jo kundër dikujt. Nuk kemi pasur ne kundër një populli tjetër. Janë kërkuar drejtat tona, prej atyre ekonomike janë ngritur në ato politike. Duhet të jemi edhe ne të barabartë si të tjerët. Dhe kjo ka qenë pasojë e asaj që, e thash në fillim, shkollimi, hapja edhe televizionit, mundësia që të shikojmë edhe ka shkuar dikush jashtë, është kthyer edhe përmes televizionit prishtinëse, televizionet të tjera kemi pasur mundësi të shikojmë se si zhvillohen shtetet kapitaliste, si është jeta atje. Kemi pasur mundësi të përcjellim edhe rrjedhat e muzikës botërore, edhe kinemas botërore, kemi përcjell filma, dhe të gjitha ato, edhe jeta kulturore, jo veç ajo politike ose siç bëhet ndikon te njeriu. Dhe kjo mandej është vim tek ajo që unë thash nuk mund sot e kësaj dite ta kaloj. Si nuk ka ndodhur që dikush dalende, një politikan, atëherë në histori ka mbetur që nuk ka asnjë politikan e asnjë organi të atëhershëm
në Kosovë nuk i ka mbrojtur demonstratat, kjo është një histori mbetet si një jollë e zezë, dhe asnjë intelektual përveç asnjë profesor, asnjë shkrimtar, asnjë aktor, apo merri çka dush, poet, muzikant, nuk ka dalë hapur përveç një grupi që është dënuar i Ukshin Hotit. Dhe tash, asnjë prej tyre, dhe sot kësaj dite, pas 44 vjetësh, nuk ka kërkuar falje, hajtë që s'po ja kërkoj faljen, po nuk ka dalë dhe çlirohet prej vetës, thotë e kemi pasur, na ka ikur periudha më e lavdishme deri atëherë, edhe e ndim veten fajtor. Por thotë jo, shumica e tyre që kanë qenë pushtet tonë, demonstratat kanë qenë të hershme, parakoshme, s'dashur të bëhen, kishin fituar diçka kurr. Kjo është vërtetuar më pastaj. Edhe intelektualet po ashtu kanë heshtur, nuk ka dalë dikush prej tyre të thotë që nuk kemi pasur guximin që t'i përkrahim studentët. Shumica shokëve kanë qenë burgosur përpara, unë jam burgosur me 2-3 të fundit, pas 2 muaj 3 hetimeve. Ata kanë kaluar edhe ata shumë keq, se më gjatë se unë. Hetimet kanë zgjatur dikon për mua 3 javë, jo më shumë, kam kaluar shumë keq, si kthehem asaj periudhe. Dhe ka ardhur gjykimi. Në gjykim ka qenë trupi gjykues i kryesuar prej Orhan Erkathatit, një shqiptar. Ka qenë trupi gjykues prej 5 anëtarëve, 2 kanë qenë profesionistë. Orhan Erkathati kryetari i trupit gjykues dhe Isak Nishevci ka qenë gjyqtar profesionist dhe 3 tjerë për atë qytetarë. Bile më duket 2 kanë qenë serbë, janë edhe emra dikun në gjykim atje. Për 2 ditë na kanë kryer 21 student njëve. Ditën e tretë na kanë shpallë në gjykimin, unë jam dënuar në 10 vjetë. Organizim armiqësor kundër pushtetit. Është neni organizat armiqësore kundër pushtetit, kundër klasës punëtore, kundër vllazërim bashkimit. Dhe ka qenë e cilësuar vepra si kundër revolucion. Shqinë është bërë një revolucion në luftën e dytë botërore, është çliruar Jugoslavia, tash ne kemi bërë kundër revolucionit, kundër atyre të arrit, po. Mandej është kapitull tjetër është burgu, sepse në mesin e 21 studentëve që jemi dënuar kështu si organizatorët kryesorë të demonstratave të 11 marsit dhe të 26 marsit të vitit 1981, është quajtur edhe pranvera studentore. Kam qenë non Kadri Kryezeu, Gani Koci, Ramadan Gashi, Murat Musliu, Selim Geci, Bajram Kusumi, Ali Lajqi, Hamdi Hajdini, Riza Dreshaj, Riza Demaj, Ram Demaj, Marjan Avdyli, Gani Vlana, Hamdi Hajdini, Hamdi Zymeri, kanë qenë student të gjithë të fakultetit të Prishtinës. Nuk po e thjeshtoj, por ashtu ka qenë. Nuk e ka marrë si normale, sepse e kemi ndirë veten të gjithë një aty në sallë të gjykimit. Bile ne ka ndërprerë edhe fjalën, s'kan lejuar që të mbrohemi ashtu, të mbrojmë atë drejtën tonë, në kuptimin që ne jemi ngritur për të drejtat tona, jo kundër dikujt, s'kan lejuar, ka bërë që shka dashur edhe prokurori një farë Pjetër Kola, edhe Orhan Erkathati, bile Ali Lajqi ka ndërhyrë
Tha, kur s'po na leni të flasim, tha, është dashur të na i çani jak gjykimet në burg, mos na thirrni këtu fare. Është puna që nuk e kemi menduar atë, edhe pse jemi dënuar ai grup prej 21 studentësh, prej 6 vjet, më spaku kanë qenë 6 vjet deri në 15 vjet. Nuk më ka shkuar mendja kështu se as sa janë 10 vjet apo sa janë 8, 15. Të gjithë kemi pasur një qëndrim, edhe mund të them se të gjithë ashtu edhe kemi kaluar burgun, pa ndonjë pendim se çka ndodhi ose pse u dënuam ose pse. Ajo që tash vazhdimisht po e them pozitën e përgjithshme, pozita përgjithshme e kombit tim, e kush jemi ne, kush është Kosova, e tregon edhe kjo që e thash, por edhe kjo që po duhet ta them që në për burgje na kanë dërguar jashtë Kosovë. Pse s'ka pasur burgjet në Kosovë? Kur keni dashur që vazhdimisht na dënoni neve, shqiptarëve, pse nuk ka burgje në Kosovë? Dhe ai ka qenë dënim i dytë, dënim tjetër shtesë. Jo veç për neve që kemi qenë në një hapësirë krejt tjetër, me kriminal krejt tjerë të kombeve tjera, larg vendlindjes, larg atë dheut, por ka qenë dënim edhe për familjet, dënim i dytë për neve, dënim i tretë për familjen, dënim shtesë, kanë qenë dënime pas dënimeve. Veç një udhtim e tregon atë mundimin e familjeve dhe rrezikun që e kanë pasur ato gjatë kalimit nëpër Serbi, në Kroaci dhe deri në Sloveni ka pasur burgje. Po, unë kam qëndruar dikon 3 muaj në paraburgim në Prishtinë, më kanë dërguar mandej në Beograd. Në Beograd është një burg i tmerrshëm, është burg, i thon burg qendror, ata serbisht i thon centralni zatvor. Aty kam kaluar 8 muaj në vetëmia. Vetëmia në Beograd është një biruc e ngushtë 1 metër diçka, 1 metër 50 centimetra dhe e gjerë dhe 5 metra e gjatë, është e lartë dikun 4 metra, është pa dritë. E ka mbi derë, kur mbyllet dera, nuk ka dorezë, se ka vetëm nga jashtë, për mbi derë është një rrjet e metalit ku hyn ajri. Dhe mundësisht prej korridorit një fije drite. Aty kam kaluar 8 muaj, mandej na kanë dërguar në një dhomë përbashkët dhe krejt 2 vjet kam kaluar në Beograd. Mandej gati 7 vjet tjera në Požarevc. Požarevci është një atëherë është quajtur shtëpi ndëshkuese përmirësuese, tash quhet është burg korrektues. Qendër burg korrektues. Aty kanë qenë kushtet më ndryshe, pak më sa për lëvizje më njerëzore, kështu më. Edhe pse administrata dhe rojet kanë qenë më primitiv, më të këqij, në Beograd kanë qenë rojet njerëz më të qytetëruar. Nuk kanë parë sikur armik, kanë parë si një njeri që ke bërë diçka të kanë dënuar, është puna jonë është ta kryejmë detyrën kaq. Kanë dashur të bëjnë hetime të dyfisht, hetime të shtesë. Dhe aty më kanë marrë në pyetje disa herë serb. Edhe përkundër që isha dënuar, sepse e thash edhe më parë, nuk kanë besuar ata që nuk qëndron dikush pas. S'kan mundur ta besojnë që ne të rinjt i kemi organizuar ato. Dhe më kanë marrë disa herë me atë gjuhën që e kom ditur në serbishtën, e kom ditur mesatarisht. Ka pasur vështirësi derisa e kom mësuar tërë, por unë kom thonë ky jam, ky kaq ka. Disa herë edhe duhet të them një përjetim tash
ashtu si që më habitur me këtë sjelljen shtazërake të shqiptarëve këtu, ai në Beograd nuk ka përdorur dhunë, por e ka shfaqur atë mllefin e tij që pothuajse është, nëse nuk është e nivelit, është aty, e nivelit shtazarak, është e nivelit kundër njerëzor. Ditën e fundit, kur përfundimisht nuk më ka thirrë më, është ndarë me mua, tha, apo e shetha atë Biruc aty, thash po, tha aty do t'i kryesh 10 vjet burg. Thash pa një ide, e di unë, thash se s'kam ku të shkoj. Edhe nuk ka luajtur vendja, e ka thënë me një farë mlefi njerëzor që ti duhet ta kryesh aty. Është e zërshme për kuptimin njerëzor që një njeri, ai ishte dikun 60 e diçka vjeçar, njeri me përvojë në shërbim të fshetë. Dhe si më shikonte mua një të ri me aq mllef ashtu. Unë isha i dënuar, e çka kërkonte ai më shumë prej meje? Vetëm nëse ka kërkuar që të ma marrë jetën, nëse të shkojnë nga dalë duke. Nuk kuptohet ndryshe mlefi njerëzor i tillë. Në Beograd, andej na kanë bërë bashkë me Alil Laqin në Bajram Kusumin, në dhomën tjetër kanë qenë edhe disa të tjerë të burgosur, i kanë sjellë mandej edhe Halil Ali Demajn, edhe Hydajet Hysenin. Në Pozhrevc kam qëndruar me të burgosur të tjerë për veprimtari që kishin bërë organizatat fsheta për demonstrata në pjesë tjera, për që kishin shkruar edhe parulla edhe, kështu që kam pasur mundësi të takoj shumë të burgosur shqiptarë, edhe pse në dhomë, për shembull, në Pozhrevc kam qenë një kohë vetëm me Tahir Turkaj, e kishin dënuar ushtar, një shumë i ri. Mandej një kohë kam qenë me Ismail Sylen, e kishin dënuar për një grup të fshetë atëherë. Edhe një pjesë tjetër kam kaluar veç me serb, kam qenë vetëm me dikun me 30-40 serb aty. Por në atëherë në quajtur pavione, në pavione tjera, në ndërtesa tjera ka pasur shqiptarë. Kemi qenë në Pozhrevc zakonisht është sjell numri rreth 40 të burgosur shqiptarë. Prishtinë s'ma lejuar. Një herë më kanë lejuar vizitë. Në Beograd kanë ardhur, kanë provuar një herë me gjuhë, s'ketë drejt klasë shqip dhe diçka, është të hequr herën tjetër. Edhe duhet ta them një përjetim të jashtëzakonshëm që i ka ndodhur nanës në Beograd. Nana ka qenë vizitë vetëm 2 herë. Një herë në Beograd dhe një herë në Pozhrevc. Në Beograd i ka thënë ato shprehje që kanë pasur nana tonë, hajt bira se burgu është për burra e kështu. Po duke pritur ajo vizitën, nana më ka ardhur në Beograd në vizitë në veshje kombëtare, është veshja jone Dukaxhinit. Dhe pas ka afruar, ka qenë baba aty ulur edhe nana, një punëtor i shërbimit të fshetë atëherë, sa ai na përcillte bisedën aty në vizitë. A ka qenë serba shqiptar, nuk e kam njohur, por ai rrinte ulur anër dhe përcillte. I pas ka afruar ai se më tregoi nanën aty në vizitë. Më ofrua kjo dhe më tha, o i loke, apo rritha, anash pak edhe po të fotografojmë ne. Tha, jo i loke, unë nuk jam në për fotografi. O, tha, po më thët, shiko, o i loke, të fotografojmë dhe ta qesim fotografinë tënde krahas titës, krahas fotografisë së titës. Nana ju kështë pas përgjigjur, ajo është krejt shprehja e saj, jo veç politik, po krejt jetësore, thot, jo i loke, ai shqipe ka pyetur, thot, jo i loke se ja u fliqi unë titën. Mos më fotografo ka thënë. Ka ndodhur në Beograd mundime, kanë ardhur, s'kan pasur as lek, që i kanë gjetur ashtu,
me mundime të vinë, kanë qenë shpenzime, plus ka ndodhur nana e një të burgosërit aty, kur kanë zbritur prej autobusit, kanë hipur në për qysh kanë ardhur prej trenit në autobus për në burg atje, njëra ka habitur nana dhe nuk ka arritur të hip me këta të tjerë dhe ka mbetur. Kur kanë zbritur të burgu, pse nuk është ajo në autobus, çka ka ndodhur, tek e kanë prur milicia atëherë, kanë gjetur në rrugë ajo. Plus periudhat më të vëshme kur kanë nisur atëherë ju të rinjt nuk e dini, ka pasur shumë protestat serbëve që nisur prej Kosovë përmes Serbisë kanë shkuar në Beograd. Dhe ka qenë shumë rrezik këtu tash me tren, se kanë mundur të psojnë atëherë. Nuk mundëm ta kaloj Recep Dreshajn. Recep Dreshaj ka qenë djali i Syl Dreshajt. Syl Dreshaj ka qenë mjek popullor i njohur për ndreqjen e thyrjeve të ndryshme të durve dhe të këmbëve, mjek popullor. Unë kam pasur motrën për djalë të dytë të Sylës për Ramadanin. Recepi ka vendosur të më vizitoj mua. Në Beograd e kanë lejuar, kur më kanë dërguar në Pozharevc të burgosurit serb për fat timin, më kanë treguar, thanë, kur të rasa i punëtori aty social, që ishte, i thoshin atëherë edukator, ata që i shkruan ti, kush ka të vi në vizit përfundimtare, ma nuk ka mundësi kush të vizitoj. Edhe këtë e kapon. Recepi kishte kushtet edhe financiare, edhe ishte i vendosur që të më vizitoj edhe të ndihmoj. Ka ndihmuar shumë familjeve me lekaj. Edhe unë kujtohem si, sepse ai nuk ishte i familjes. Dhe i shkruaj aty me rend, bab, nën, vlla, 3 motrat, edhe të fundit e lët Recep Dreshaj, thot. Pse ky tha Dreshaj, januza jeni ju. Thash, kam vlla prej babe. Edhe ata e marrin këtë si normale, po thënë rregull. A mirë, tha, se vazhdoj. Dhe kjo ka qenë shpëtimi që ai ka ardhur vazhdimisht në vizitë. Burgu edhe të burrën. Burgu edhe të hanë nga pak është të vërtet. Por edhe të fuqizën, edhe të burrën, edhe është një shkollë e veçantë, është shumë kushtet është universitet. Unë kam kaluar me lloj-lloj kriminalësh, që në jetën e përditshme s'ma kishte marrë mendja para. Unë kam kujtuar që s'mund të jetosh me kriminal. Po unë kam pasur shok të ndryshëm, vjedhës. Me ta bie fjalë kam kaluar më së miri, ka pasur përdhënues, vrasës, grabitçar, mashtrues. Po kur kam dashur ta marr një libër, unë s'kam mundur të shkoj vetë, sepse më kanë përcjell, kam pasur përcjellje të vazhdueshme. Edhe në borë kur kam dalë teci, i kam thënë një burgosuri, për shembull vjedhës, ata kanë guxim të jashtëzakonshëm, edhe janë shumë të shkatë. Unë të blej duhan, shka merrem aty tek ai shqiptari librin, edhe kështu ka funksionuar kjo gjatë gjithë burgut. Bile e kanë përdorur si shaka shpesh herë, ose kishin diçka të vërtetë në atë, pse ti merresh me politikë, ti bolle kryen këtë burg, kur dalesh, të mësojmë ne që zhvidhet edhe mos u merr me politikë se të dënojnë. Po, burgu i ka të gjitha këtu. I ka edhe vështirësitë, po duhet edhe të përshtatësh, duhet të jetosh me ta. 9 vjet, po 9 vjet ka qenë një periudhë 9 vjeçare. Dhe sa kom mundur, jam përpjekur që ta përcjell gjendjen. Kur thash që kam pasur marrëdhënie të mira me të burgosur, më kanë ndihmuar shumë, sidomos me gazeta dhe me libra. Aty kanë qenë 2 gazeta që na kanë ardhur për çdo ditë të Beogradit,
dhe rilindja me një ditë vonesë, ka qenë botimi i Prishtinës. Ata të burgosur, se unë kam pasur të drejt vetëm 45 minuta në vizitë, po të burgosurit serb që silleshin e krynin një pjesë dënimi dhe silleshin mirë, sipas atyre, kanë pasur të drejtë të dalin 8 orë në qytet në vizitë dhe të kthehen mandej, ose disa edhe kanë shkuar 14 ditë pushim në shtëpi. Dhe atyre ju thosha, blemani ju këtë revist, për shembull botimi i Zagrebit ose Beogradit që nuk na vinte në burg, unë ju blej diçka duhan ose çka pinë ata. Se kishe mundësi të blesh duhan, qumsht edhe diçka ka pasur në një farë kantina aty ka qenë në burg. Dhe ata më kanë blerë edhe libra, më thënë porositin në shtëpi, kishte burgosët Beogradit që vinin libra që dilnin edhe libra politike edhe ata që mund nevojitësh. Për shembull, unë kam pasur librin që nuk di a ka pasur dikush, ka arritur ta ketë në Kosovë, librin e Kongresit të Shkrimtarëve Jugoslave me 1985 është mbajtur në Beograd kongresi dhe ka dalë pas një muaji secili fjalim si stenogram, kush edhe çka ka lëshuar fjalë prej ulsës, jo vetëm ai që ka mbajtur fjalim. Është botuar dhe i kam thënë njerit Beogradit, thuj prindit le ta bleje Silma dhe e kam pasur të tërin. Përmes rilindjes jo munduar ta përcjelli gjendjen, përmes gazetave të Beogradit, ka qenë një periudhë së paku e menjëhershme. Kanë reaguar, qysh kanë reaguar ata, e menjëhershme pas demonstratave qysh ka reaguar Serbia, sidomos e ka shfrytzuar rastin, por edhe Jugosllavia ka reaguar po ashtu keq, edhe funksionarët shqiptarë, në këtë rast të përmendim me emër krejtjen, Fadil Hoxha, Mahmud Bakalli, Azem Vllasi, Ali Shukria, Remzi Kulkeci, Raman Marina deri në fund. Kanë qenë ja 10 vjet që askush nuk ka arritur bre një fjalë mbrojtëse ta thotë për shqiptarët. Janë disa gjëra që të nguliten në kokë dhe si harron kurrë. Për krejt çka ka bërë pushtet, Azem Vllasi e ka rrezuar Mahmud Bakallin, e ka rrezuar pushteti Jugosllav, po e ka gjetur tek Azemi atë që duhet. Andaj e kanë menjanuar edhe Fadil Hoxhën, një personalitet që ka pasur merita për luftën e dytë botërore. Por Azem Vllasi krejt to i ka shkel këtu, se ka dashur vetë jetë. Më kujtohet një konferencë ka qenë pothuajse e fundit, më duket, komitetit qendror, një mbledhje e komitetit qendror të atëhershme të Jugosllavisë, të lidhjes komunistëve. Një parti ka qenë, s'ka pasur parti tjera dhe delegacioni i Kosovës ka qenë me 10, 12, 15 sa kanë qenë, mesin e tyre, sot nuk e di atë emër, por ka mundësi që është gjallë ai, s'ka qenë shumë i vjetër, një komunist i Ferizajit, një relativisht i ri, dikun 30-45 vjeçar, ai e ka mbajtur një fjalim normal. Edhe në atë fjalim ka thënë pas të tjerave që nuk jemi ne shqiptarët ashtu dhe nuk jemi duke bërë trusni ndaj serbëve që të shpërngulen, është një propagandë e Serbisë ashtu, e ka mbrojtur, është munduar ta mbrojë pozitën e Kosovës dhe të shqiptarëve. Dhe a di çka ka ndodhur? Është ngritur Azem Vllasi, dhe pse ka qenë pjesë e atij delegacionit, atyre delegatëve, është ngritur dhe është distancuar prej tij, ka thënë, kjo nuk është pjesë e jona. Kjo është diskutimi i tij privat. Dhe kur më duket është i menjanuar kur ai mos ka marrë pjesë dikon. Aq ka shkuar ajo lufta për pushtet dhe ajo besnikëria e shërbëtorit. Ai në fund ka psuar edhe vetë. Pak kush e di këtu,
që atë ka thirrë, pasi që është me një numër ai, ka ardhur krejt populli, kanë qenë protestat gjithë popullore, kanë ecur njerëzit prej gjitha qyteteve në kamp, prej Katundeve, kanë ardhur në Prishtinë në kamp, në për shi dhe në për të ftohtë, që ta mbrojnë azën vlasin me shok, që të mos hiqet ajo udhëheqësi. Dhe ai përsëri ka ardhur populli këtu dhe s'ka arritur të thotë po ne jemi popull. Ja, duhet e kanë pyetur, ka thënë duhet ta shohim çka janë këto ardhje. Sepse nuk ka guxuar të dalë përtej cilësimit që e ka bërë Serbia, që ka duar dikush që po e sjell popullin aty. Dhe i ka ndodhur, ka shkuar sikur një i mirë. E kanë hequr për pushtetit, kur kanë hyrë minatorët në grevë, e ka përdor, edhe pse si liman i shtryrë dhe i hudhur, e ka thirrë Miloševići, ka dalë kjo e vërtet. Slobodan Miloševići e ka thirrë në mbrëmje në telefon. Ai ka qenë pa funksion. Ka thënë ti ke ndikim, shko te minatorët atje, në thellësi dhe thuju dilni prej grevës së urisë. Dhe ky e ka bërë atë punë, ka shkuar te minatorët, s'ka arritur t'i bindë dhe të nesërmen, në mëngjes, e ka quar milicinë dhe e kanë burgosur. Miloševići ka thënë publikisht, ky ka shkuar, ky ka ndorë ata dhe ka shkuar të ta të ndikoj. Vetëm një njeri që është shërbëtor i verbër bën këso gjërash. Kur nuk mund të kalohet edhe heshtja e intelektualëve dhe nuk mund të kalohet gazeta Rilindja, gazetë ditore në gjuhën shqipe. Te heshtja e intelektualëve është do duhet bëjë një studim besoj se ka pasur Kosova. Dhe pse nuk ka dalë dikush, hajtë nuk ka dalë asnjë pushtetar, e kanë ruajtur pozitën. Pse intelektualët nuk kanë dalë? Deri në vitin 1989, kur kanë filluar ndryshimet në Jugosllavi dhe në Evropë. Tek atëherë ja kanë nisur, kanë qenë 2-3 që kanë shkruar në për gazeta të Zagrebit ose të Ljubljanës, për Gjepçosja, Agimvinca dhe ndonjë aty këtu, askush tjetër. Shkrimtarët e kanë pasur një reagim, kanë ardhur në Beograd, e kanë pasur një takim me shkrimtarët serb, i kanë pasur disa fjalime të mira aty, dhe aty ka përfunduar ajo. Sa i përket pushtetarëve, nuk e kanë pasur shumë as vështirë ta mbrojnë, sepse është vërejtur të ndryshimet kushtetuese atëherë. Ju nuk e dini atëherë. Kosova prej autonomisë, Serbia e ka goditur, ka dashur t'ia marrë atë autonomi dhe s'ka ditur si, dhe i ka bërë ato ndryshimet thelbësore. Duhet vite kjo, që të ndryshimet thelbësore në autonomi i ka përdor disa njerëz që e kanë njohur kushtetutën. Dhe ata kanë thënë që Kosova nuk humb. Për shembull, 2 profesorë të mi, Kurtesh Saliu dhe Surja Popovci, kanë thënë me këto ndryshime kushtetuese, Kosova nuk e humb autonominë e vet. I gjithë populli, në çdo kund kur janë shqyrtuar ato ndryshime, nuk i kanë pranuar, thonë jo, humb Kosova. Populli e ka ditur, ata s'e kanë ditur. Kjo nuk ka të bëjë me dije, ka të bëjë me qëndrim. Ata kanë qenë të drejtuar për dikujt tjetër. Dhe kështu ka ndodhur edhe me delegat. Kur është mbajtur mbledhja e kuvendit të Kosovës, atëherë është quajtur kuvendi krajinor i Krajinës Socialiste Autonome të Kosovës, vetëm 12 kanë qenë kundër, të tjerët i kanë ngritur duart për ndryshime. Krejt populli ka qenë kundër. Dhe Kosova e ka falë autonominë. E ka humbur për në Jugosllavi për gjithmonë atëherë. Dhe thonë ka qenë i rrethuar me, unë kam qenë në Burg atëherë, thonë ka qenë kuvendi i rrethuar.
me tanke, çka po diun. Unë kam përcjell reagimet e të tjerëve. Kryetari i një sloven, ai më pastaj është bërë edhe kryetari i Slovenisë, po atëherë ka qenë kryetari i partisë, i Lidhjes Komuniste të Slovenisë, Milan Kuçan. A di çka ka thonë ai? Është përkraja e parë që ka bërë ndaj Kosovës dikush publikisht. Unë kam pritur që delegat shqiptar të Kuvendit të Kosovës nuk do të shkojnë atë mbledhje. Sepse të gjitha kanë ditur që Kosovës, Serbia po ja merr autonominë me votat e shqiptarëve. Sa i përket rilindjes, është një gazetë që ka shkruar çmos, është një pikë e zezë në gazetarinë shqiptare, ndash në informimin shqiptar. Ka pasur drejtar që kanë qenë shërbëtorë të Jugosllavisë, një farë unë si kom njohur ata, Beqir Hoti, kryeredaktor Maksut Shehu. Ka qenë redaktor Veton Surroj. Është distancuar, kur të gjitha kanë ditur, është distancuar prej parullës Kosova Republikë. Është njeriu që në çastet vendimtare ka dështuar. Kur është dashur, Veton Surroj është njeri që ka ditur intelektual. Kur është dashur të thotë Kosova ka të drejtë të jetë republikë, është dashur ta mbrojë, se ka thënë. E ka mohuar. Në luftë i ka ndodhur po ashtu. E kam parë vetë. Në televizionin shqiptar ka pyetur gazetari shprehimisht. A do ta kapish Kalashnikovin për shërimin e Kosovës, ka thënë në rastin e parë që të mvi, do ta marr. Si ka ardhur kur rasti? Kosova është çliruar. I ka ikur rasti, ka ikur historia. Ati as politikisht nuk i ka dalë asnjë parashikim. E ka pyetur në një intervistë kur përgatitej e plani i Ahtisarit për pavarësinë e Kosovës, një gazetar, si do të shpallet pavarësia e Kosovës, Këshilli i Sigurimit, 15 minuta para orës 12, do ta shpallë dhe Kosova mandej do të mblihet dhe ta shpallë. Kërkundisht. E mora këtë shembull të tregoj për një heshtje të madhe që e kanë bërë intelektualët, sepse Kosova ka pasur dhe ka edhe sot e kësaj dite. Por ai është parësyshme, historikisht është dështimi më i madh që i ndodh një kombi. Serbia ka pasur sulme të përditshme ndaj identitetit, pas demonstratave, ndaj identitetit shqiptar, ka prekur në identitet dhe ndaj Kosovës si tokë. Ajo e ka qutur djep i vetin, por kush e djeg djepin e vet, kush e shkatron, kush e ndjek. Ajo Kosovën e ka parë si pjesë për shfrytëzim. Ajo ka shfrytëzuar politikën se shqiptarët janë duke ndjekur. Po bëjnë tërësni ndaj serbëve dhe po e ndjekin. Shkrimtarët serb e kanë banalizuar një gjë deri në pështërsi. Edhe këtë rast nuk as kush prej rinis nuk e di. Rastin e Gjorgje Martinovicit. Gjorgje Martinovic ka qenë një serb janë ose Gjiljanit. Dhe aje pas ka pas futur një shishe të birës të thyrë në Prapanicë. Dhe e kanë marrë organet e hetimit, me gjas kanë qenë një shqiptar dhe një serb, edhe e kanë kryer hetimin, e kanë bërë raportin. Si ka ndodhur ajo? Sa është lënduar? Atë ka bërë vetaj.
Nuk e di që ju ka thyrë ajo, po kryesore raporti ka qenë pas 2 ditësh. Këtë kom përcjellë në rilindje. Në Burg kom qenë. Ka ndodhur me 1985 ose 1986 mund të jetë rasti i tij. Dhe prej mllefit Serbia ka organizuar propagandë të jashtëzakonshme se shqiptarët e kanë ngul. E kanë kapur dhe e kanë ngul. Dhe janë përmendur 2 emra. Ata kanë qenë në Burg, me mua në Burg, në Pozharevc. Gjilonit vëllezërit e Zia Shemseut. Të dënuar për politikë. Kanë thonë, këta kanë dorë, qysh dy të burgosur në Pozharevc kanë dorë. Dhe këtë mandej e kanë heshtur, se i kanë nisur hetimet, e kanë parë që është propagandë e poshtër, askush prej shqiptarëve nuk kanë reaguar, s'kanë guxuar më as këta që kanë bërë raportin, as ky shqiptar, as ai serbi, dhe kanë mbajtur shkrimtarët serb 1 muaj orë letrare në mbrëmje në mbrojtje të Gjergj Martinovićit dhe të drejtave të serbëve në Kosovë që po ndiqen sikur në kohët mesjetës, po ngulen hunj, po vriten. Merreni me mend intelektual, çfarë propagande intelektual, ata kanë tradit intelektualet serb, po ata shkelin çdo lloj tradite për interesat të shtetit vet. 1 muaj kanë mbajtur orë letrare për çdo mbrëmje në ata quhet ajo serbisht Francuska 7, rruga Franca, numër 7 në Beograd. Dhe nuk ka arritur asnjë shqiptar të dalë se është raporti që ka qenë ajo, si ka ndodhur, s'ka guxuar askush. Krejt të nënshtruar, tërësisht. Me ndryshime, mandej kur ka ndërhyrë edhe, është vërtetë që Jugosllavia nuk do të qëndrojë. Shkatrimi i saj pothuajse është nisur në Kosovë, por mandej e kanë shkatruar edhe vetë. Nuk ka pranuar të jetë ka dashur barabarësi sipas fuqisë ekonomike dhe zhvillimore Slovenia, ashtu edhe Kroacia dhe ka filluar shpërbërja e saj. Në atë kohë Kosova është munduar ta zërtë trenin e fundit. Ka qenë bukur vonë, se edhe shpallja mandej, edhe me 2 korrik, me 7 shtatorë kushtetuta, ka qenë e vënuar, plus janë larguar. Një gjendje e tillë ju ka përshtatur Serbisë dhe ajo mandej ka shtrirë pushtetin dhe e ka pushtuar në tërësi Kosovën, ashtu siç ka dashur. Unë kam dalë prej Burgut në prill me 1990-ën, ka qenë një falje e kryesisë atëhershme të Jugosllavisë me 25%. Mu më ka kapur në fund, pak. Dike ka kapur më shumë. Kur kom dalë, Kosova ka qenë një gjendje tjetër, që kom lënë ndryshe, por mandej është organizuar me lëvizjen paqësore, e cila ndoshta veç në fillim ka pasur efekt, se mandej është dorëzuar, publiku ka qenë tërësisht i dorëzuar, ka marrë një kahje jo të mirë, s'mund t'i bësh gjë Serbisë, s'mund është krejt. Kemi dalë 4 atë ditë. Prej Pozharevcit kemi hipur në autobus, kemi shkuar për Beograd, prej Beogradit kemi ardhur 3 këndej për Kosovë, unë Sherif Krasniqi dhe Bajram Selimi i Vushtrisë, ndërsa për Shkup dhe Tetov është kthyer Gjevat Ademi. Deri në Drenas kemi ardhur me tren me Sherif Krasniqin, kemi shkuar në familje të tij. Bajram Selimi ka zbritur në katundën e Vushtrisë, aty në Lluga të Vushtrisë është një katundë, apo s'di si quhet katundi i tij, edhe
aty na kanë pritur në familje të Sherifit, mandej më kanë marrë djemtë e tij edhe me një vetur kemi shkuar në vendlindjen time. Aty ka qenë familja, kreti. Kanë ardhur shumë mandej të më vizitojnë. Ka qenë një periudhë kur populli e kishte pas fituar një farë guximi, një farë lirie, gati në shumë vende kështu. Në shumë sfera, në shumë drejtime. Po, periudha është mosha më e mirë e jetës ka qenë ajo, 22-23 vjeç deri në 32, ka qenë periudha më e mirë e jetës time e kaluar në burg, por familjen e kam gjetur parafërsisht një gjendje që ndoshta diçka më të mirë se sa që e kam lënë, por aty. Edhe në përgjithësi gjendja e shqiptarëve ka qenë e tillë, ku ke shkuar. Mandej ka filluar të bjerë ajo, me pushtimin që e ka bërë klasik Serbia, mandej, që na ka përjashtuar si njerëz, se periudha ka ndodhur, janë bërë do zgjedhje për lidhjes demokratike, nuk kanë lejuar formimin e kuvendit, është mbajtur një referendum për pavarësinë e Kosovës, ka pasur ndonjë efekt në kuptimin, përveç organizimit të arsimit që është bërë, ajo është merit e lëvizjes paqësore që e ka bërë organizimin e arsimit nëpër shkolla, shtëpi private, edhe shkolla fillore dhe të mesme, edhe fakultete. Ndonjë organizim tjetër nuk mund të mbahet diçka si me vlerën atë periudhë, ka qenë një periudhë ndoshta periudha më e keqe, më e poshtër e jetës time, as kemi qenë të vrarë, as të gjallë, as të vdekur, as të gjallë. Kemi qenë numër në pushtetin serb, ka mundur të vi milici serb të vrasë dhe e ka bërë një raport se nuk ka sulmuar, kur s'ka dhënë përgjegjësi, është dashur të ruhesh, derisa ka filluar lufta. Një përpjekje ka qenë e studentëve me 1 tetor, kanë bërë demonstrata, por ajo demonstratë mbetet aty. Është vërtetuar që pa luftë nuk ka liri, kështu Kosova e ka fituar lirinë vetëm me luftë, jo me forma të tjera nuk ke gjasa. Mund të provosh në shumë mënyra, bën diçka ose nuk bën asgjë. Lufta është ajo që i krahon gjërat. Kam qenë në shtëpi, kam krijuar një familje dhe njëherë ka qenë, njëherë kur familja jashtare ka bërë betejën e famshme, ka ndodhur një hutije përgjithshme të njerëzve çka u bë, çka ndodhi, ç'si kështu, por shumë shpejt mandej kur është bërë betejë në Glloxhan, menjëherë gjërat e kanë marrë të veten. Menjëherë është ditur që duhet të armatohesh, duhet të luftosh se nuk ka rrugë tjetër. Çdo rrugë tjetër të dërgon në nënshtrim dhe në humbje. Dhe unë menjëherë kam hyrë në lidhje me shumë shok që edhe të ndihmojmë, edhe të shkojmë për organizim luftarak, edhe njerëzit e kanë marrë edhe vetë plot organizime ka pasur për armatuese dhe për hyrje në luftë. Unë jam futur në luftë në maj të 1998-s. Unë i kam siguruar përmes nipave armët, ata nipet kanë qenë të futur në të organizimit e fshehta shumë më herët, 2-3 vjet përpara, edhe kemi organizuar grupe për bartjen e armatimit, grupe për përcjelljen e ushtarëve që vinin prej kufirit të Shqipërisë dhe kalonin në Drenicë ose në Shallë Bajgorës, dhe grupe që kanë ardhur prej Drenicës andej, ose në format krejt tjera, që atëherë
u dashkën atë ku që bëhet ai organizim. Dhe kemi arritur më në fund që ta bëjmë edhe brigadën në anën tonë, në anën e Istogut, një brigadë që ka pasur pjesëtarë edhe më shumë të Istogut, por ka pasur edhe të pjesë, edhe të Klinës, një farë trekantëshi ashtu, brigada Adrian Krasniqi që ka qenë shumë e suksesshme edhe në betejë frontale, edhe në betejë guerile. Ka qenë jo lehtë, fillimisht është dashur truhet se ka qenë një pjesë që ka pasur qëndrimin që në Istog nuk do të ketë luftë. Është dashur truhesh, se rreziku ka qenë që përmes format ndryshme merr vesh edhe pushteti serb dhe sulmon familje dhe pëson familja mandej. Ka qenë vështirësi kjo, është një periudhë kur nuk është lehtë flitet për te, sepse njerëzit e marrin mandej si kundërshtim ndaj tyre, por kjo ka ndodhur. Shqiptarët kanë qenë shumë të hutuar dhe shumë të dorëzuar në atë kohë. Edhe kjo ka vërtetuar kur edhe prej organizimit, kur është bërë organizimi, kur është bërë betejë, e kanë shuar pothuajse të gjithë vendlindjen. Ne kemi mbetur një numër i caktuar, ja kemi qenë 200 ushtarë deri në fund të luftës. Dhe kjo tregon që njerëzit kanë menduar që nuk do të ketë luftë dhe i ka zënë lufta tërësisht pa përgatitur. Këtu s'kemi mundur shumë të bëjmë dikem, sepse nuk dënin ta pranonin që duhet luftë, thoshin që s'ka nevojë luftë. Dhe kjo është periudhë që kur tiken historia nuk kthehet më. Dhe shumë kujt edhe atyre që janë marrë me politikë, edhe atyre që i kanë përkrahur, ju ka ikur ajo. Nuk kthehet më periudha për luftë, është kryer ajo. Vlen të përmendet betejë e brigadës 133 Adrian Krasniqi në fshatin Vrellë, ose pozitat kanë qenë mes Vrellës edhe Ljuburshtës. Me 12 prill të vitit 1999. Është njëra prej betejave të lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Bombardimi dhe granatimi i ushtrisë serbe dhe i paraushtarakëve, paramilitarëve, kriminalëve dhe krejt që kanë pasur ata, ka filluar dikun ka ora 9 ose 10 aty dikun e ditës nga pozitat edhe të Bjeshkës edhe Toksore poshtë. Istikamet kanë qenë mirë të përgatitura, kanë qenë të lidhura me një kanal të hapur i cili ka qenë i thellë gati 1,5 metër më shumë. Armët kanë qenë ato që kanë qenë, që i ka pasur ushtria shqiptare e Kosovës. Bombardimet, granatimet, gjitha goditjet me lloj-lloj armësh kanë zgjatur rreth prej orës 10, po them deri dikun ka ora 16. Mund të jenë 5-6 orë betejë e famshme kështu. Edhe betejë e lavdishme. Bile atë ditë janë vrarë 6 pjesëtarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Sa ka të vrarë ushtria e Serbisë nuk di. Kanë marrë pjesë në atë betejë shumë ushtarë, kanë marrë pjesë edhe luftëtarë me grada, me pozita që kanë pasur. Prej shefi shtabit Bujaru Kimeri ka marrë pjesë, Azem Veseli, Agim Elshani kanë qenë, Gëzim Sidijaj, Ramadan Dreshaj dhe plot ushtarë të tjerë. Remzije Zeqiraj ka qenë aty. Ismet Bicaj është i vrarë, e theksova prej të tjerëve, për shkak se Ismet Bicaj ka ardhur prej Suedisë. Ai e ka lënë familjen dhe ka ardhur atë ditë është vrarë aty në betejë. I kanë përdorur armët, kemi pasur deri
të Gulinovi dhe 2 snajpere dhe krejt Kalashnikov dhe pushk gjysmë automatike dhe automatike. Pothuaj se janë hargjuar të gjithë plumbat, sepse s'kemi pasur më shumë, një granata hedhës nuk kemi pasur. Dhe e përsëris kanë rënë dëshmorë 6 pjesëtarë të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Janë të plagosur disa aty, disa rënd, për shembull Bujaro Kymera si shef i shtabit ka qenë i plagosur rënd, dhe është sukses i mjekëve ushtarak, Ali Beriz dhe Rifat Dresh, që ai është gjallë sot. Është plagosur Ramadan Dresha, janë plagosur plot aty. Remzije Zeqiraj, ka të plagosur, dhe ajo betejë nuk do të harrohet kurrë. Është merit e brigadës që nuk i ka lëshuar pozicionet, që kush ka qenë prej popullat aty, ka qenë një popullat shumë në numër shumë të madh aty, prej pjesëve të ndryshme të Kosovës që janë strehuar aty, kanë dalë përmes bjeshkëve në Rëzhaj dhe kanë kaluar në Shqipëri. Dhe nuk janë takuar as me ushtri, as me kriminal serb, sepse ka qenë vendosur ushtria çlirimtare e Kosovës. Duhet ta theksoj ditën e parë të çlirimit të Istokut, që e marr 20 qershorin, për shkak se i kemi bërë disa plane se si të hymë në qytet ne. Nuk kemi ditur se kush është i vendosur në një grup i armatosur i serb, apo ka ushtar, apo ka paramilitar, apo nuk se kemi ditur, por është prekur terreni 2-3 ditë përpara dhe kemi vendosur që të hymë në mënyrë të organizuar si ushtri në Istog mëngjesin e 20 qershorit të vitit 1999. Dhe e kemi pasur një flamur kombëtar. E kemi vendosur në balkonin e ndërtesës së komunës dhe kemi dalë, sa kemi qenë një 7-8 bashkëluftëtar, dhe ajo është ndjenja më e mirë në jetën time që e kom përjetuar kur jam kthyer dhe e kom shikuar flamurin kombëtar në ndërtesën e komunës. Mund të kem çfarëdo pozitë tjetër, ato ndjenja nuk i kalon asesi. Është diçka që duhet njeriu ta përjetoj, është diçka që nuk mund të përshkruhet, nuk mund as të shkruhet, as të thuhet, as të shkruhet, sepse mbi liri nuk ka asgjë. Ne kemi lexuar shumë letërsi e kështu, kemi qenë të edukuar në frymën e atëherë që është thënë frymën e marksizmit për barazinë e gjithë kombeve dhe shteteve, barazinë e gjitha shtresave. Dhe duhet ta them një gjë të Marxit, të Karl Marxit. Ai ka një punim prej 11 tezave për Ludwig Feuerbach, filozof gjerman. Dhe teza që është përmendur më së shumti në politikën, në sociologjinë, në praktikën e shumë shteteve, shumë filozofë dhe shumë teoricientë, është teza e 11 e tij për Feuerbach, e cila thotë: filozofët e kanë shpjeguar në mënyra të ndryshme botën, por thelbi qëndron që atë ta ndryshosh. Kjo do më thonë shpjegoje ç'është duhesh ti, thelbi i krejt jetës i botës qëndron që ajo të ndryshohet. Dhe kjo është te ne studentët. Studentët, pranvera studentore, studentët rinia, klasa punëtore dhe një pjesë e popullit, ndryshimin e kanë filluar në vitin 1981, ndërsa atë ndryshim e ka përfunduar ushtria shërimtare e Kosovës me luftën për liri të këtij vendi.
kjo është kulmi i gjithë historisë dhe i lëvizjeve tona që i kemi pasur për të drejta, për barazi dhe për liri.